لله رب العالمين وصلى الله على المرسلين ورسولنا Muhammad وآله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka, veçanërisht për ndërimin dhe begatinë më të madhe deri në përjetësi udhëzimin tonë islam. Paqja dhe bekimi të madh i Zotit qoftë mbi krejt profetët Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur dhe të bekuar deri në ditën e gjykimit, deri në ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën domosdoshmërisht për të njohur sunnetullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut me njerëzit, varësi bindjes dhe mosbindjes, ose me fjalë tjera ligji hyjnor që ka të bëjë me lidhjen shkak pasojë. Gjithë ndryshimet që njohin në individ dhe shoqërinë njerëzore. Jemi pikërisht në temën kanoni hyjnor për sa i përket sprovave të kësaj bote. Thamë, këtë botë nuk shpëton njëri pas provave. Sprovat janë me vështirësi, sprova dhe për besimtarët më e rrezikshme është në rehatje dhe në bollëk. Siç thotë Omer Khatabi radiallahu anhu, u sprovuam me vështirësi dhe duruam, pra nuk i lëkuan nga feja. U sprovuam me rehatim me bollëk, me mirëqenie, dhe nuk duruam, pra pati pasojave. Sot do vazhdojmë me përgjithësitë e Allahut në lidhje me sprovat e një grupi të veçantë besimtarësh, që janë me fjalë të tjera ato musliman qoftë individualisht, aq më tepër kur janë të organizuar në shërbim të fesë islame, pra mbi të gjitha për të hapur fenë islame, përpjekje për të qenë fjala e Zotit mbi gjithçka, deri në shëndërtimin, realizimin e shoqërisë hyjnore. Këto njerëz kanë sprova të veçanta. Dihet që janë gradë më e lartë krahasim me muslimanë të tjerë, që kanë marrë përsipër dhe nuk i zë gjumi ose përpiqen dikush më shumë, dikush më pak, që të përhapet kjo fe. Ky grup njerëzish prej muslimanëve, prej këtij umeti, pa fjalë ndryshimit, do kenë sprova të veçanta pikërisht për këtë. Ndryshe nga tjera, Allahu përmendit vetë thonë në Kur'an, ajet Kur'ani që e kalon në radhën e kalume, لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرا. Betohem që do sprovohen pasuritë tuaja në veten tuaj. Thonë vetëm smunjet, plagosjet, lufta, çfarë ndikon ose çfarë dëmton njeriu në vetë. Pra të sprovoheni nga ato të cilët ju dha liri jehudët dhe të krishterët para jush, po ju dha libri para jush, që janë jehudët dhe të krishterët, dhe nga ato që i bën shok Zotit. Pra idhujtarët, këtu futen ateistat, këtu futen pa fet, këtu futen komunistat, naturalistat, gjithkush më ha Zot. Krejt. Do në gjonit, pra do sprovoni me dëme të shumta, pra të shumta ka kuptimin të shumëllojshme dhe të shpeshta. Wa in tasbiru wa tattaqu, dhe nëse do duroni, çdo mund durim, durimi kryesor është mos me të lëkun nga feja e Zotit, me lënë fenë e Zotit, jo se jo, por edhe as mos me e cungu, mos me njanu ose anashkalu qoftë edhe i pjesë të fesë, mbrana mundësive gjithmonë. Allahu nuk ngarkon njeriu më shumë se që ka mundësi. Pra nëse do duroni dhe do i përkushtoheni Allahut, pra kjo është e kërkuar për Zotin, dhe dijeni që këto janë për çështjeve që kërkojnë vendosmëri të lartë. Allahu dhe profetët i ka dallu grupin, është një grup nga gjithë profetët, mira profet, që quhet grupi i qëndrueshmërisë lartë, që janë Muhammed alayhis salatu wassalam, Isa alayhis salam, Musa, Ajubi, Ibrahim alayhis salam.
Grup i vogël, edhe profetët janë me gradë. A thamë, rrallën e kaluame që nga ligjet që kanë të bëjnë me sprovat, vështirësia e sprovës është raport me gradën që t'jep Allahu. Nëse i thënët profetit alayhis salatu wassalam, që është, dikujt mund t'i duket e çuditshme, kur Allahu përmendit vetë e ngren një grad njeriu besimtarin, që nuk e meriton, pra nuk e meriton me kuptimin, nuk i ka bëu aq përpjekje sa me qenë aq grad të lartë shpirtërore, i çon sprova mrapa, me smundje, me gjona, me fukarallëk ose diçka tjetër, që ky ta meritojë atë sprovë. Ose ka gjinove që nuk lanë vetëm me dhimbjen e kokës. Ka gjinove që nuk lanë vetëm me varfëri. Thot, ka shumë musliman bën pyetjen, ora pse më po mnodhin më këto? Unë jam të punu me halal, me të gjitha të i boj, pa dhe Zotit, u lut fort. Po fukara ngela. Ose po smun ngela. E di Allahu, ti bo detyrën tënde. Allahu do me të drejtë gradë, po ti s'pa e kupton. Allahu do që të takosh atë i pa sa krejt ka gjunave. E din ai për çdo smunje ka ilaçin e Zotit, ai e din tamam. Flasim për këto çështje fetare shpirtërore. Me fjalë tjera, ai grup njerëzish, qoftë organizuar, qoftë individualisht, që duan pra të kanë marrë përsipër me zell, me dëshirë, dhe kjo është detyrë e gjithë muslimanëve, të përhapin Islamin, tjetë fjala e Zotit mbi çdo fjalë tjetër, deri thamë në realizimin e ndërtimin dhe funksionimin e një shoqërie islame të vërtet pastër. Patjetër që do sprovohen. Do sprovat janë nga të shumëllojshmet. Ka me burg, ka me kërcënim në tregti ose në biznes ose në pasuri, ka përjashtim nga puna, ka deri ke edhe ato shtete që janë me popullat islame që i kanë parte shtete me emra muslimansh, po shekullin e funit sidomos shohim sprova nga më të ndryshmet, dhunë nga më të ndryshmet, strategji për t'i largu, për t'i shtuar njerëzit, për t'i largu kafeja, edhe popullata që janë pothuajse 100% muslimane. Ka sprovat vinë i bën i shantazh, i bën kurth ke biznesi, deri ke kërcënime, deri ke tortura. Domthon, ne themi bota arabo-islame, bota arabo-islame ka, domthon, në shekullin e fundit, sidomos ka pas ato që janë vullnetarë, që kanë qenë aktivistë islam, kanë pas sprova nga më të ndryshme, deri ke tortura, deri ke zhdukje fizike, dhe nuk janë sprova vetëm ke vendi jonë që jemi, si ta thysh, gjymtyre ekstreme e umetit, e rrethom nga shtetet, nga populli jo musliman, që i kemi paguajtur shtrenjtë edhe dikur, edhe vazhdojmë prapë. Po, sot është smundja e butë, nuk para njihet, kuptohet mirë, nuk e ndjen fort, po vdekja është nga dalshme, domethënë helmime dhe kurthe që këtij umeti, domethënë muslimanëve, po ja sillin vdekjen e ngadalshme pa u ndjer, sepse e dinë që muslimanët kur i godet i forcon më tepër. Pra, kjo është ligji i Zotit. Në këtë botë gjithë janë sprovuar dhe do sprovohen. Ato që morën përsipër, siç e tham, thirrjen e Islamit, që është misioni i profetit dhe nuk kanë nderim më të madh, Zoti na nderoj të gjithëve. Ato do kanë edhe sprova më shumë, pra kanë sprova të veçanta. Deri ke poshtrimi, deri ke shpifjet, ke të gjitha. Ka njerëz për shembull që nuk e dhem shumë se po e le me bukë thatë, ose pa kërcënon me vdekje, ose në kërcënim tjetër. E përjeton shumë shpifjet, po, shpifjet janë normale sot. Ato që kanë pushtet, i përdorin pushtetin ekonomik, pushtetin ushtarak, pushtetin legjislativ dhe pushtetin mediatik, që është pushteti 4, për ka raste që ky del i pari. Ja? Si më situatës. I përdorin gjitha. Ajeti Kur'anit që sa po tham, është i qartë fare, i hapur, edhe ajete tjera. Allahu po ta thonë qartë që të sprovoheni nga këto. Me cënime, me dëme të shumta. Edhe hyn shumta numër dhe të shumëllojshme.
Para që kërkon Allah është durimi dhe përkushtimi në fe. Dhe dje që je i nërum dhe i veçum ke i madhe Zot. Atëherë, këto sprova, Allahu përmendit vet, pa fjalë në dyshimit ka e qëllim, dhe qëllimi është shumë i lartë. Dhe hajri, mirësia është e madhe. Si është e madhe? Po atë që nuk ka dyshim ke cilësitë e përsosura të Allahut, nuk çuditet, nuk thot pse po nodh dhe pse duhet nodhi, dhe nuk bën pyetjen pse unë duhet të provohem. E para punës është që Allahu përmendit vet kur muslimanë në përgjithësi, edhe atyre që janë aktiv, që luftojnë për lartimin e kësaj feje në veçantë, kjo e funit është zbeh shumë vendin tonë. Domethënë njerëzit janë hotu aq fort sa që më shumë diskutohet edhe në mesin e muslimanëve, edhe ato që janë praktikantë, diskutohen lloj-lloj çështjes dhe çështja për hapjes fesë pothuajse u ka harruar fare. Edhe rrënjosjes të dyja bashkë. Urësia Allahut, pse ke ky grup njerëzish çon sprova më tepër? Sepse don që të dallohen po në qartë organet dhe gjymtyrët e këtij trupi, pra xhamatit musliman. Xhamatit musliman bashkësia islame dallohet kush është i pastër dhe kush është i ndotur me hipokrizi dhe me syfaqësi, me shtyrje. Kush është i vendos dhe kush është i pavendos. Kush ka qëllime të ulta në bashkangjitjen me këtë xhamat dhe kush ka qëllime vërtet të larta. Patjetër që Allahu do i dallojë, dhe nuk dallohen ndryshe vetë se kur ka rënë sprova. Allahu përmendit vetë çfarë thot Kurani lidhje me këtë. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina la ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Nuk është Allahu i atill, pra nuk e bën Allahu, nuk e lën Allahu çështjen e besimtarëve të rrjedhi pa bërë pra që të dallohet prej tyne, në mesin e tyne, të dallohet ai që është Zoti na nderoj gjithëve, ai që është i ndyrë dhe ai që është i pastër. Pra nuk i la Allahu pas prova derisa të dallohet. Ai që është i pastër dhe ai që është i ndyrë. Po kujt i drejtohet? Besimtarëve, pra bashkia e muslimanëve, xhamati i muslimanëve. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaibi. Allahu nuk e bën që ju, pra njerëzit besimtarë të zakonshëm, të depërtoni ke e padukshme. Për çat padukshme bëhet fjalë këtu? Për atë që kanë njerëzit në zemër, që majnë të fshehën në zemër. Allahu përzjell, walakin Allah yashtabi min rusuli man yasha. Allahu përzjell këtë don nga njerëzit prej profetëve. Pra, për të dalluar çka ka tjetër në zemër, kush është hipokrit dhe kush është besimtar i pastër, këtë si grad ke njerëzit e kanë profetët, edhe gjëra tjera të padukshme, nga ditunia e padukshme, që Allahu i ka veçuar këto njerëz dhe ja bën të qartë këto gjëra. Ama ne që jemi muslimanë zakonshëm, si jemi profet, ne nuk mund t'i dallojmë njerëzit vetëm mos i kalojnë sprovat. Vetëm mos i kalojnë sprovat. Kjo është sunnetullah, domthon tradita e Allahut, sjellja e Allahut e pandryshueshme, e pazaventshme, e pashmangshme, do ndodhi vazhdimisht. Ja kam thonë edhe, domthon herë tjera, është një pyetje që bëhet, pse gjatë historisë njerëzimit, i herë kanë pas pushtetin pa fet, i herë kanë pas besimtarët. Deri edhe profetët kanë qenë para shteti. Sepse Allahu nëse do ishte e pandryshueshme që nga Ademi a.s. deri kur bëhet kiameti, deri në fundin e botës, pushtetin do ta kishin vetëm besimtarët, atëherë gjithë njerëzit që s'kan fe, s'kan besim, do thonin kjo punë që e ka e formës preme. Atëherë po hiqemi si besimtarë, përfitojmë. Do ushtoshin hipokritët. Nëse Allahu do e bonte që gjatë gjithë historisë njerëzimit, pushtetin ta kishin pa fet, kjo do i humbte shpresën besimtarëve dhe do praktikisnin përpjekjet që
që udhëzimin dhe drejtimin dhe komandën, domethënë për të formuar një shoqëri siç e do Allahu, shoqëri njerëzore siç e do Allahu, ta braktisin një herë për gjithmonë, sepse kjo punë kështu është. Pushtetin këtë botë do ta kenë vetëm pa fet. Atëherë s'po përpiqemi. Pra që ti pastroj dhe besimtarëve shpesh herë jep forcë kujt, jo besimtarëve. I ços prova. A ka dhënë arsye të tjera, i kemi shpjeguar. Po edhe po qenë, domethënë, pavarur, po në pushtet besimtarës provat aty gjithmonë për të dalluar i miri nga i keqi, meqense njerëzit e zakonshëm nuk e kanë atë mundësi për Allahut që të dallojë çka ka tjetër në zemër. Kush është i pastër, i sinqert dhe kush është dyftyrës, hipokrit, Zoti na ruaj. Atëherë Allahu që të dallohen këto, i çon sprova njëna mos tjetrës. Po mirë do thotë dikush që po pse duhet dallohen? Një njeri me pak logjike e ka të qartë. Megjithatë me dy fjalë. Nëse në mesin e një xhamati musliman do ishin njerëzit dhe përzim, për shembull, një xhamat musliman që përpiqet fort për këtë fe, ti shërbej kësaj feje, për hapet, të hynë fe ato që s'janë, ato që janë ta përsosin fenë e vet, të rrënjosët besimi në ndërgjegjen e vet, në botë kuptimin e vet. Atëherë në mesin e këtyre njerëzve dihet që ka armiq, kjo bota më sprova ka armiq. Atëherë hynë në xhamatin e muslimanëve, hynë njerëz për interesa të urta, për përfitime të rëndomta, përfitime, nima, pare, çfarë mund të jenë. Pasuni, post. Hynë njerëz që ja duan të keqin Islamit, fusin përçarje mes muslimanëve. Këto, kur hiqen si muslimanë, nuk i dallo dot. Edhe faktet që nga fillimet e Islamit, këto dukuri kanë qenë. O sa kanë rrujet pejgamberi alayhis salam kanë no. Kryesisht kanë kursu kush i futet. E dini që në Izrael ka kohë, dhe sot e kësaj dite ka universitet islamik me specialitete. Me specialitete. Qesin gjerë njerëz që kanë studiuar mirë, janë të aftë, i fusin mesin e muslimanëve, i çorodisin. I çorodisin. Sot është edhe interneti, ka çoroditur pa pame. Jep fatfa kush det dhe nuk marrë përgjegjësi, ikën. Po shtrohen dietarët e ummetit që kanë sheku që domthon pse kanë sheku dhe kanë kaluar edhe setash nga dietarët e këtij ummeti. E dini që diku nga lufta parë botnore, krye imami, krye miftiu i Aksas, i xhamisë shenjtë ka qenë në origjinë çifute, i fut agjent. Momente krizash i vishin nimat pa pame nga Evropa, nga perëndimi që këtu të bënde shumë popullor, shumë i tashke njerëz, përndan të nima. E kishin gjarpin në një stik, muslimon, dhe kështu ka sot për ditë. Ama kur vjen sprovat, fillojnë dallohen, shkunët. Kur vjen era fort, frutat e kalta bin. Dhe çikta shkunësh për ato që kanë krym bin, rrin ato që janë të pasa, janë të shnetshme. Po ashtu në gjethet. Po ashtu në degët që janë të kalta këpothen mbi tokë. Mundësia për t'i bërë do muslimanëve është e vazhdueshme, ka qenë dhe të jetë. Është të jetë. O puna atyne, puna jonë është e para çështje, të kemi qartë sjelljen e Allahut me ne. Të kuptojmë mesazhet e Zotit me dukuritë që ndodhin. Qoftë fukaradhik, qoftë mirëqenie, bollik, qoftë vështirësi, qoftë lehtësina. Po se kuptova atëherë të ka shku ka të mësimi. Ajo që vjen më pas o ma keq se sa keq që përjeton. Dim edhe këtu në Shqipni, po ka sigurim në shtetit shqiptar. Ka drejt me përgju, po më ka drejt me përgju, çdo shtet ka sigurim se ka agjentët e vet. Dorëhet shtetin rregull. Po kur fut një i përgatit që kanë mëso, merr një ori fetar dhe për çfarë musliman da pritir. Kanol, po më kanol, dihun që kanol plot, ka plot sot e kësaj dite ka prap. Po diu dhe këtë, po ja tregoj për madhështinë e Allahut. Ato bëjnë kurthe, Allahu bë kurthe. Një oficer sigurimi shqiptar, shikoj që se njeh,
Po, këto këtë rasa për mirë. Kishe hynë besim, i thotë i shoku vetë, kur u bone tim besimtar, ti ke pas qenë kështu. Ora thotë, qa si kemi bo këty në muslimonëve, dhe eksperimenti, me i qitë për feje. Ajo që kemi pa është që xhamia të mush për ditë, vetëm Zoti e rrugët fe. Unë të shkojnë me gojën e vetë. Unë këtë thash për si harreq, për më na kujtua Allahun. Forcën e Allahut, premtimin e Allahut, që një nga premtimet e Allahut është ju vazhdoni rrugën. Ato bëjnë kurthë, kurthi im është më i madh se kurthi aty. Allahu është wa yamkuruna wa yamkuru Allahu khairul makirin, janë ajete Kuranit disa vende. Dhe ato bëjnë kurthë, Allahu bë kurthë, Allahu është më i mirë kurth punuzve. Po mo që të vijmë muslimon, bëhet qaramon, thotë pse më ra mu kjo. O Allahu më ta ka çu. Edhe për të mirën tatë ta ka çu. Se do që ti është më i mirë, ti është më nalt. Ti është më i pasër, më i qëndrueshëm fe. Dhe kjo është vlera e gjithçkaje. Ti është me Zotin. Me atë morim vlera të gjitha. Me njëshin. Pra, është domosdoshmëri jetike, pse jetike? Jo jetike, jetë biologjike, se shu jeton edhe shtaza në pyll, jeton vetëm. S'ka as sistem mjekësor, as farmacia, as i gjo, as mjek, as i gjo. Bilesin më të fortë se ne. Po flasim për jetën, për gjallërinë e vërtet, që është gjallëria e imanit e besimit. Jetosh si muslimon, si besimtar i vërtet. Janë jetike pra, që trupi i madh i umetit vazhdimisht pastrohet dhe të fuqizohet sa herë që kalon fortuna dhe sprova. Si puna hekurit. Domthon hekuri që të kalitet, që të shtohet cilësia ose merre mineral, që të pastrohet, bëhet i fortë. Po të ketë ndjenja, do të përdorëshin fjalën, ai copa mineralit torturohet. Torturohet, do ja futur në zjarre, temperaturat të larta, duke ka rrasë me çikish derisa të bëhet detaj. Dikdhenat. Edhe robi kështu është. Qymyri është karbon. Edhe diamanti është karbon. Po diamanti që të bëhet diamant, që të pastrohet, që të ketë atë vlerë, kalon temperatura shumë të larta dhe presione shumë, trysni shumë mëdha. Edhe pastrohet. Edhe robi kështu është. Kur kalon trysni, pra domethënë sprova, vjet duke ju shtu vlera dhe duke u pastru. Me kokër diamant mund blesh tonelata qymyri. Edhe ka Allahu, ai besimtar që është i pasur, që i kalon sprovat si besimtar, është më i lartë te Zoti se sa miliona njerëz. Sepse ai pasur me Zotin. Allahu ka dëshë shumë. Nga urtësit tjera të esprovave që i qa Allahu ke besimtarët. E para punës është thamë që element hipokrit i pastërt, besimtar i pastërt. I ndërfut ke muslimant, bën si aktivist, bën si zellshëm, po ka qëllime të ulta. Ku kalon sprovat, këto shkuën në rrugës, i del fytyra vërtet dhe ngelen ato. Pra, bëhet si trupi madh, si xhamat, si bashkësi islame bëhet më e fortë nga që pastrohet. Tjetër, mrena atyre që vërtet janë sinqert, po jo gjithë janë me një nivel besimi dhe ju ka rrënjos imani gjithësoj dhe janë të vendos gjithësoj. Historikisht kanë qenë kështu. Brezi më i mirë, brezi i sahabeve. Në sprovat caktuar në kohë pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka pas sahabe që kanë dalë haptas. Kanë qenë pa përkrahje shoqërore fare, kanë qenë sklavë, kanë dalë haptas dhe kanë pranuar tortura. E dini nga historia e profetit alayhis salatu wassalam. Ma Hazreti Bilal radhiyallahu anhu, me Ibn Mas'udin ka qenë shërbëtor, e torturoshin, dilte në qabe, knonte Kur'an mes qabes. I pshin urë dhe paria Mekës, aty në idhujtarëve, fishkolleni, rrifni ato shapkat, sandallet, që të boni zhurmës në gjenë njerëzit të Kur'an. Ai vazhdonte për t'i knonte në zomat dalë Kur'anin. I pshin urë dhe paria, rrifeni. O e rrifni sa su njifte mo, ju frynte fytyra, ju anjte fytyra, sa i bitet fikat. Sa mas 2-3 ditë vindën vetë kishte të forcë me knu Kur'an prapë në qape. Kishte sahabi tjerë brezi më i mirë.
që e manin fshehtas Islamin. Ishte edhe me mbështetje politike, si ta thosh, se shoqënore, ishin nga fise dhe familje zgjedhura, e marrin e majtën fshehtas për i kohë gjatë. Dha urdhër profeti alayhis salam punë fare me bëj emigrim, shumica ikën fshehtas. Po, e lejoi Allahu. Omer ibn Khattabi doli haptas. Kur kalos prova besimtari, atëherë një nga urtësitë e Allahut është që një vetën e vet. Sa ban, din peshën e vet. Se njeriu nuk mund mori përsipër detyra për të ecë më përpara, kur nuk e njeh peshën e vet, nuk e di sa ban. Nëse e njeh veten shumë, larg qoftë, vun nga deliri i madhështisë, i duket vetja hero i Islamit, edhe i njerëzimit. Merr përsipër barra që kputet mes thyhet krejt, dhe domi është shumë i madh. Fillon tjetër urtësia e Allahut, edhe ato që janë sinqert në Zotin. Po nuk e din veten që janë të dobët, janë të lëkundur. Përveç se maten mirë për të ardhmen, për veprimtarinë e ardhmen, fillojnë zbulojnë nga vetja të meta. Nefsi, unë i njeriut ka shumë probleme. Unë i njeriut ka problemin e mendjesisë, mund t'i pëlqej vetja, mund t'i vlerësoj veten, mund t'i mori punët e sprovat, mund t'i mori lehtë. Fillon sporthen veten, një veten dhe pastrohet nga të metat që ka. Se tek e funit, pengesa më e madhe e robit o robi, pra unë i nefsi. Shikon veten gjatë sprovave që, për shembull sprova ekonomike, merret me të shërbej Islamit, të ftoj njerëzit në Islam, punoj me njerëzit, të bisedoj herë me njërin, herë me tjetrin, e shef i vjen sprova vogël ekonomike, varfërohet, tërhiqet, thyhet, e lë fare. Jo, ma mirë, merru me këtë punë i herë në javë, po më e bë vazhdimisht. Se sa merresh 3 ditë rresht, dhe momentin e parë që sprovohesh me varfëri e lë fare. Rrezik nuk shkon as në xhami. As në xhami nuk shkon. Mund të ketë shku 3-4 vakte, 5 vakte në xhami. Të fal me xhamat, sa dhe thirrën veto. Kur njerëzit shohin që ti vazhdimisht shkon në xhami, ato përjetojnë edhe pos arritën me konkluzionet, formulume bukur, me oratori, me precizion gjuhësor, ama ndjeni diçka që kjo puna fesë që ka çështje serioze. Që vetëm duke pa njerëzit që shkojnë në vinë xhami. O sakrificën vete. Nuk o i herë në vit, ose 2 herë në vit, 1 herë në javë. Është për ditë, është thirrje me vepra. Me fjalë tjera, nga urtësitë e Allahut, kur çon vështirësi dhe sikletës, prova, shtrëngesa, xhamatit muslimanëve, njerëzit, që kjo është nga më të rëndësishmet, fillojnë njohin veten. Pra kur përballen me vështirësitë, njohin të metat e veta. Dhe njeriu kur njeh metat e veta, ka marrë rrugën e përmirësimit. Si e pyesi nonën e besimtarëve Aishën, Zoti qoftë i kënaqur për saj. Si ta kuptoj që jam i mirë, kur duket vetja i keq. Domethënë, kur shef të meta ke vetja. Dhe si ta kuptoj që jam i keq, kur duket vetja i mirë. U kanë arsye të fare, nuk shef ke vetja vetëm për sosmëri, por për sos nuk kemi. Të ruajt nga gjinave, si jemi as me lajke as profet. Momentin që ti e shef vetën plotësuar, përsosur, pa gabime, atëherë i ke hull armët dhe mjetët dhe veglat me të cilët gdhën veten dhe lufton veten për t'u përmirësuar, për të hequr ato të ligat që flenë brenda vetes, dhe vjen duke u bë keq më keq, domos si personalitet si musliman. Ama kur vjen sprova që asha Allahu xhamatin musliman, njerëzit kur përballen me sprova, njohin veten dhe luftojnë me veten për të përmirësuar, që menim Zotit vjen duke u gradu. E dim gjithë ka qenë zanafillën e historisë njerëzimit. I pari i shejtanëve, djajve, është Iblisi. Iblisi nuk e mashtroi shejtan tjetër, veç Iblisi. Iblisi ishte nga xhinat më i nderumi ke Allahu, arreshtoi me melajket. Kush e boni Iblisi shejtan? E boni nefsi vetë, unë i vetë.
Me një mallësia vetë e bani shejtan. Parën e shejtanëve. Armiku numër 1 deri në vdekjet njeriu. Unë e bani. Kush e bani faraonin që të bëj padrejtësinë më të madhe, krimin më të madh, që të thotë unë jam Zot, përveç krimeve që bën me njerëzit, unë e bani nefsi vet. Unë kam, unë zotroj. Çu thonë faraoni? Ja, besimtari sinqert thotë, unë jam pronë e Zotit. Allahu më ka jo, unë kam këtë dhe atë. Ose unë jam. Në rast se provash, atëherë me gjuhë popullore, më traç, njeriu shikon sa i vlen lëkura. Ajo është sukses i madh, është fitore e madhe. Ta njohësh veten. Ta njohësh veten është fitore e madhe, është dhuratë e madhe për Allahut. Amo kur të rremenia, nuk ka më keq. Për që veten nuk ka më keq. Janë nga ato rreziqe që profeti alayhis salam ka thonë që kërcënojnë iman, fen krejt. Jo e korrin fen, pa e shkullin fen. A me të pëlqy vetja. Tjetër, ke pika funit për sot inshallah, nga sprovat e xhamatit që i vinë xhamatit musliman, nga sprovat e mëdha është humja e prisit vet, parit vet. Kur humin parin e vet, është vërtet sprovë e madhe. Dhe humja varet nga roli dhe pozita që ka ky person dhe numri i madh që e ndjekin këtë dhe ju udhëheq në përpjekjet e veta për të përhap dhe për të u lartu feja e Zotit. Sa më i madh jetë numri i njerëzve që udhëheq dhe sa më e madhe jetë grada e prisit muslimanëve, aq më e madhe është humja dhe por lloj edhe dhimbja edhe sprova është më e madhe. Dhe nuk i lejohet kurrës e kurrës sa do dhe më thonë përjetohet keq ose me dhimbje, humja e prisit të një grupi musliman ose krejt muslimanëve, nuk lejohet kurrën e kurrës që të dobësohen dhe të lëkundën fenë e vet dhe të lënë përpjekjet për të shërbyer kësaj feje. Shembulli më i lartë është dhe më i madh, dhe s'ka tjetër më të madh, është kur në rrojet pejgamberi alayhis salam, ka njëri më të madh se profeti alayhis salam, s'ka. Ka dhe kishte dhimbje më të madhe për sahabët se sa largimi profetit alayhis salam nga kjo jetë. Unë zi me dina krejt. Sigurisht që shem bolla, ishte shujt gjithë shka. Ishte sprova e madhe, ishte traditje e madhe. Po Allahu për mëndit vetë ishte kalit, ato që kanë gjegë mësimet e analizës ngjarjeve të historisë profetit alayhis salam do ta kujtojnë. Kur në betejën e Uhudit, që kaloi triumfi fitore në krahun e idhujtarëve pa fe, masi në fillimin e betejës ishte fitore në krahun e muslimanëve, nuk njëri i vrau më i plagos deri ke profeti alayhis salam, por të thyë qëndresën e muslimanëve pa fet hapën lajmin që është vrarë Muhamedi. Fillon të pjesë fillon të lënë në fushë betejën. Sa thënë për çfarë na duhet jeta pa pejgamberin alayhis salam. Vazhdon luftën derisa u qetësoi gjendja. Allahu më për çfarë i përgatiti për ditë për një ngjarje që dënonte patjetër, dënronte jetë profeti alayhis salam. Dhe zbritja jetë Kurani në pikërisht për këtë sprovë që ndodhi në Uhud, përveç sprovave të tjera, përveç ajeteve të tjera. Çfarë thotë Imam i Zot? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dhe nuk është Muhamedi alayhis salam vetë një profet para cilit kanë kaluar shumë profet. Pra kanë ardhur këtë botë dhe kanë hik. Janë larguar nga kjo botë. Si kanë ardhur dhe kanë hik tjerët, edhe ky ka ardhur dhe do hikë një ditë. Përgatituni. E fa imma da u kutila nqalabtum ala aqabikum, dhe nëse vdes apo vritet, ju do ktheheni nga thermrat mojat, pra do ktheheni mbrapsht, do smbrapseni, do praktikisni përpjekjet, do praktikisni këtë fe.
wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah shay. Ta di që ai që kthehet mbrapsh, Allahu nuk I bë dëm asgjë. Çfarë nuk kuptohet, dëmin e bë vetes. Ju përkushtuam rrugën e Zotit me maksimum. Nuk I shtem Allahut asgjë. E kundërshtuam Allahun, e lëm fenë e Zotit, Allahut nuk I cungojmë, nuk I paksojmë asgjë. Gjitha kthehen këne. Ose zillahu shakirin. E sigurt që Allahu do t'i shpërblej falëndëruesit. Pse nuk thot ky ajet Kurani? Do t'i shpërblej Allahu të qëndrueshmit, të paepurit. Po pikërisht nga cilësitë e besimtarit vërtet, këtu ka përmend mirënjohjen, falënderimin. Sepse kemi thonë që falënderimi është me gojë, është me zemër, është me vepra. Ço më thonë me falënderu Allahun për Islamin, me vepra, që ta mësosh mirë këtë fe, ta zbatosh këtë fe dhe të luftosh që kjo fe të përhapat. Falënderim me pasuni. Ço do të thotë? Në terren praktik, ta fitosh halal. Ta shfrytëzosh brenda rregullave, ta përdorësh brenda rregullave dhe ta japësh aty ku duhet, aq sa duhet për hir të Zotit. Falënderim me vepra I pasunisë, zakatin edhe sadakan. Zakati o farz, sadaka o vullnetare. Nuk ka falënderim dhe thonë elhamdulillah dhe flej gjumë. Jo më sa kush ka thonë. Falënderim me gojë, falëndero Zotin për mend mirat e Zotit, sa më shumë vetes tjerëve, me zemër gëzoju dhuruesit Allahut dhe jo dhuratës, aq sa të harrosh dhuruesin. Me vepra shfrytëzo gjithçka, gjitha të mirat që të ka dhënë Allahu, si mas religjit atit për hir të atit. Dhe e mira më e madhe që na ka dhënë Allahu është feja, besimi. Po besimi Islami feja, I përfshin gjitha. Atëherë ti shërbes saj fes. Pikërisht këtë ajet Kurani për të paepurit, për ata që nuk dorëzohen, sido që të vinë sprovat, dhe nuk kishte sprovë më të madhe për sahabët, se sa kalimi nga kjo botë I pejgamberit alayhis salam. E sigurt që Allahu do t'i shpërblej falëndëruesit. Pra, falënderojnë Allahun për këtë fe, pra luftojnë për këtë fe dhe I shërbejnë kësaj feje dhe e majnë këtë fe, sido që t'jen goditjet edhe stuhit edhe sprovat. Pra, nrohet pejgamberi alayhis salam, nuk nrohet pejgamberi alayhis salam, kjo fe është e Allahut. Punën, marrëdhëniet I ke me Zotin. Edhe do ta vazhdosh, ta marrësh këtë fe dhe t'i shërbesh dhe ta përhapësh aq sa ke mundësi këtë fe. E lutim Allahun na mësoj edhe që se dim dhe ta shtoj dituninë. E dobishme. Ta jap dobi nga ditunia që na dhuron, dhe atë që do na shtoj inshallah. Na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi dhe nga ajo lloj zemre që nuk bindet dhe përgjërohet për mallin e tij. Na ruaj nga zemra që s'bindet, nga nefsi që s'ngohet, nga veprat për të cilave ai nuk kënaqet dhe nga lutjet që ai nuk I pranon. Allahu na bashkoft vetëm për punë mira, me njerëz të mirë, këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.